Alarmi me ujin e pishëm në Tiranë, qytetarëve u vjen llumë në çesma. Alarm me ujin e pishëm në Tiranë. Situata është denoncuar nga banorët e zonës së komunës së Parisit. Ata raportuan se uji i çesmave po del i ndotur me ngjyrë të kuqe apo kafe dhe me një erë të padurueshme. Përshëndetje. Komuna e Parisit, uji i kuq me erë të rëndë si ujë pusetash, shprehet një nga qytetarët. Rruga Grigor Heba ka që në mëngjes uji del si ujë kanalesh, thot një tjetër denoncues. Përshëndetje, jemi banor te kopshti botanik dhe prej më shumë se 3 orësh uji del ngjyrë kafe edhe në lavaman edhe në WC, deklaroi një banor tjetër.